Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve përgjatë ditës sotme ku vjetre përgjithsisht një qetësi në tregje ndërkombëtare, por megjithatë ditën e djeshme dollari amerikan ka publikuar humbje duke rënë në këtë mënyrë për dytin sesion me radhë. Kanë qenë disa dhëna ekonomike që janë publikuar në Shtetet e Bashkuara, kurse ishte niveli mbi punësimin që ka ndikuar tek ecuria e dollarit amerikan. Këto zhvillime janë reflektuar edhe në tregun e brendshëm valutor dhe sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98 përgjatë ditës së sotme vjetre një rënje lehtë e dollarit amerikan nga rreth 83.5 që kuotohej më herët gjatë javës. Dollari pritet ta mbyll këtë javë në nivelin e 83 lekëve në blerje, ndërsa në shitje në 84.2 lekë. Ndërkohë moneda europiane ka prekur sërish nivelin më të ulët në histori, duke humbur edhe 100 krahasuar me vlerat që ishin ditën e djeshme. Sot euro blihet me 96.2 dhe shitet me 97 lekë. Franga zvicerane gjithashtu ka një tendencë në rënje, blihet me 103 dhe shitet me 104 lekë. Paundi britanik blihet me 109 dhe shitet me 110.2 lekë. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë blihet me 58.9 dhe shitet me 60.4 lekë. Dollari australian blihet me 53.7 dhe shitet me 54.7 lekë. Jeni japonez blihet me 0.54 dhe shitet me 0.57 lekë, ndërsa lira turke blihet me 1.93, shitet me 2.03 lekë dhe së fundmi juani kinez blihet me 11.03, shitet me 11.95 lekë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor sipas Iliria 98, ndërkohë në tregje ndërkombëtare dollari është gjendur në presion në mënyrë të veçantë përgjatë ditës së djeshme, sepse ekonomia amerikane krijoi shumë më pak vende pune krahasuar me pritshmëritë e tregjeve. Ekonomia më e madhe në botë, referuar të dhënave të publikuara në sesionin e kaluar, krijoi shumë pak vende të reja pune, madje kompanit amerikane shkurtuan plot 150.000 vende pune përgjatë muajit tetor, duke bërë në këtë mënyrë, duke përbërë reduktimin më të madh të vendeve të punës në të paktën 20 vitet e fundit. Analistët mendojnë se kanë qenë politikat e presidentit amerikan Donald Trump, pikërisht ato që kanë vështirësuar jetën e bizneseve, të cilët janë detyruar të shkurtojnë vende pune, vetëm 150.000 vetëm gjatë muajit tetor, 150.000 vende pune. Aktualisht euro gjithsesi ka humbur 0.08% të vlerës pas fitimeve që realizoi në sesionin e kaluar dhe këmbehet me 1.1538 dollar amerikan. Paundi britanik është në rënje me 0.16%, këmbehet me 1.3115 dollar dhe vjon paundi tregtohet në nivelin më të ulët në thuajse 4 muajt e fundit. Ndërkohë, ishte Banka e Anglisë, e cila mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit në takimin e këtij muaji dhe në anën tjetër Banka Qendrore nuk ka ndryshuar njëkohësisht edhe pritshmëritë në lidhje me ekonominë në pritje të prezantimit të buxhetit për vitin e ardhshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Në ecurinë e dollarit me frangën vjetre një rritje me 0.16% për monedën e gjelbërt, e cila këmbehet me 0.8076 franga. Dollari australian është në rritje të lehtë me 0.09%, këmbehet me 0.6483 dollar amerikan. Dollari kanadez është i pandryshuar, këmbehet me 0.7083 dollar amerikan. Në raport me jenin, moneda e gjelbërt është rritur me 0.21%, kuotohet në 153.30 yen mesatarisht, ndërsa në ecurinë e tregut të kriptomonedave vjetre një tendencë në rritje në sesionin e sotëm, me Bitcoin që edhe sot tregtohet pra nivelit të 101.000 dollarëve, ka fituar 0.75% të vlerës dhe mesatarisht këmbehet me 101.843.68 dollar. Në ditët e fundit, ose më saktë përgjatë kësaj jave, është vërej një rënje konsiderueshme e tregut të kriptomonedave për shkak të hakimit një platforme e cila merrej me Ethereum, ku mendohet se janë vjedhur rreth 100 milion dollar, por në anën tjetër investitorët i friksohen një korektimi të ndjeshëm të tregut të kriptomonedave, të tregut të inteligjencës artificiale që është i ndërlidhur edhe me tregun e kriptomonedave.
Ethereum është në rritje me 0.66%, kuotohet në $3.328.26, Ripple ka fituar 0.52% vlerës, kuotohet në $2.2267, Litecoin realizon fitimet më të mëdha me 3.54%, kuotohet në $90.33 dhe Bitcoin Cash ka fituar 2.91% vlerës, kuotohet në $485.82. Në ecurinë e tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje të konsiderueshme në sesionin e fundit të javës, pas 3 ditësh me radhë në rënje. Çmimet janë gjendur në presion për shkak të shqetësimeve në lidhje me ngadalësimin e kërkesës, por njëkohësisht edhe për sa i përket rritjes së furnizimit të tregut. Vetëm në sesionin e kaluar, nafta Brent dhe nafta bruto humbën mbi 2% të vlerës, ndërsa sot kanë fituar thuajse gjysmën e këtyre humbjeve. Njëkohësisht për gjatë kësaj jave, çmimet pritet publikojnë humbje pra nivelit të 1.5%. Aktualisht nafta Brent e Londrës tregtohet në $64.09 për fuqi në rritje me 1.12%. Nafta bruto amerikane është në rritje me 1.25% vlerës, kuotohet në $60.17 dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës realizon fitimet më të mëdha në rritje me 2.77% dhe është afruar shumë nivelit të $800, tregtohet në $798.25 për ton mesatarisht. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tregut të metaleve të çmuara, ari ka pasur një tendencë në rritje në sesionin e sotëm, duke u ngjitur mbi nivelin teknik të $4.000. Pavarësisht rritjes përgjatë ditës së sotme, kryesisht si pasojë e të dhënave të publikuara në Shtetet e Bashkuara mbi punësimin, që kanë rritur shanset për Rezervën Federale të ulë normën bazë të interesit, dhe kur Rezerva Federale ulë normën bazë të interesit, çmimet e metaleve të çmuara, sidomos arit, kanë një tendencë në rritje. Aktualisht metali i verdh kuotohet në $4.015.6 për onzë, në rritje me 0.62%. Argjendi është rritur me 1.21% të vlerës, tregtohet në $48.53 për onzë, ndërsa platini është në rritje me 1.31%, kuotohet në $1.557.8 për onzë. Tashmë investitorët mendojnë se ka 69% shanse që Rezerva Federale në Shtetet e Bashkuara të ulë normën bazë të interesit në takimin e dhjetorit, nga 60% që ishin këto shanse në përpara se të publikoheshin të dhënat mbi punësimin në Shtetet e Bashkuara, që treguan se kompanitë amerikane shkurtuan 150.000 vende pune për gjatë muajit tetor. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tregut të aksioneve, ku shumica e bursave në kontinentin evropian tentojnë një rimëkëmbje për gjatë sesionit të sotëm, megjithatë vetëm FTSE 100 i Londrës është në rënje të lehtë me 0.13%. Gjitha indekset e tjera janë në rritje, por fitimet janë të kufizuara sepse investitorët presin fitimet 3 mujore të korporatave dhe për gjatë ditës sot me kompani si Richmond Truck Holding, Daimler Truck Holding, Amadeus, Galax Telecom, OTP Bank dhe shumë kompanitë të tjera pritet publikojnë fitimet e tyre 3 mujore. DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Parisit janë rritur me 0.34 dhe 0.26%, indeksi zyriut CMI dhe FTSE MIB Milanos kanë fituar 0.22 dhe 0.28% të vlerës. Ndryshimi shumë i vogël i indekseve kryesore në kontinentin evropian lidhet edhe me faktin se sektori i inteligjencës artificiale, kompanitë e listuar, aksionet e tyre mund përballen me një korektim, sepse tashmë analistët mendojnë se tregu mund të jetë i mbivlerësuar krahasuar me shërbimet që realisht ofron, dhe për këtë arsye kujdesi është shumë i lartë. Në ecurinë e 3 indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, 3 indekset kanë pasur një tendencë në rënje. Dow Jones ka humbur 0.84%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë në rënje me 1.9 dhe 1.12% të vlerës. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Commerzbank është rritur me 1.72%, Zalando, Heidelberg Materials, Volkswagen dhe Daimler Truck janë rritje nga 0.92 deri në 1.66%. Dhe së fundmi në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, humbjet kryesohen nga Beisserdorf në rënje me 1.24%. Rheinmetall, Fresin USA, Continental dhe Airbus kanë humbur nga 0.19 deri në 0.64% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.